Disa këshilla të bukura për gruan nga e nderuara Hazreti Fatime Zehra, paqja qoftë mbi të, bija e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij. Gruaja është drita e shtëpisë. Nëse ajo është e lumtur, e gjithë shtëpia shkëlqen. Më e mira ndër gratë është ajo e cila e ruan veten, burrin dhe familjen nga çdo e keqe që mund t'i ofrohet. Gruaja është si një perl e çmuar. Duhet të mbrohet nga çdo gjë që mund ta dëmtoj atë. Një grua e ndershme, e durueshme dhe e devotshme është si një minjer ari për burrin dhe familjen e saj. Njeriu, burri më i mirë është ai i cili sillet me dëmshuri ndaj gruas së tij dhe anëtarëve të familjes. Mos harroni, bëni follow në TikTok, Iqbale Kosova, bëni follow në Facebook, Iqbal Huduti, bëni follow në Instagram, Iqbale 2020 dhe bëni subscribe, abonohuni në YouTube Iqbal Huduti. Shumë faleminderit. Zoti ju gëzoft.